Rruga Arbrit rrezikon të shembet në segmentin e Zibrit, edhe pse në këtë zonë që nga tunelet në fshatin Shkallë deri tek tuneli Murrizit është ndërhyrë disa herë për riparimin e deformimeve që poson të rruga, situata mbetet e njëjtë, madje ka ardhur duke rënduar. Në afërsi të tunelit të Murrizit, traseja e rrugës ka pësuar çarje në anën e poshtme të saj, e cila sa vjen e thellohet akoma më shumë çdo ditë. Të gjithë ata që vinë nga Tirana në drejtim të qarku Dibër përballen me disnivelin e rrugës në vendet ku ka pëstuar çarje dhe shtypje. Sipas specialistëve, rreshet e shiut pritet të ndihmojnë në dëmtimin e mëtejshëm të karrexhatës, pasi uji hyn në të çarat e asfaltit. Ndonse 6 vite më parë kjo rrugë u hap në mënyrë provizore, me hapjen për qarkullim të tunelit të Murrizit u konsiderua e përfunduar. Drejtuesit e mjeteve do t'ju duhet të bëjnë shumë kujdes në segmentin e Zibrit, pasi problemet janë të shumta dhe nuk ka asnjë sinjalistik paralajmëruese për to. Deformim të trases ka pësuar edhe rruga në thellësi të tunelit të Murrizit, ku ditët e fundit është kthyer në shqetësim serioz për sigurinë e drejtuesve të mjeteve që qarkullojnë në drejtim të Tiranës dhe Anasjeltas.